Jemi në Vënçe. Sa më pëlqen Vënçja. Vënçe kemi nevojë të gjithë për një, jo se desh thash të raur, po për një të kënduar Vënçe. E thash gabim. Ka marrë malli për drutën? Jo, more, më ka marrë malli për kengë. Okej. Jemi në momente kur ka ca njerëz në atë dheun ton, të cilët kanë qef të fusin duart në xhepin e tjetrit. Ato e bëjnë, e kanë... është si kështu. I vodhën online, i grinë këto, jo do t'ju japim kriptomoneda, do fitoni para, do fitoni, në fund fituan atë, si quhet ajo? Atë. Qa rova? Do të rrogun për të dha. Ajo, po s'doja ta thosha unë se është për çështje kështu që e ka zën njëri atë. Okej, kush është me ne sot në super panel, si gjithmonë, një panel super. Faik Basha, vet ai, vet Faik Basha, ka bërë gabimin që të vi sot në emision. Po, qeu shumë. Suksese. Faleminderit. Tea jonë e famshme Dupi, na falni ju që mërziteni kur shikoni Tean në emisionin tonë, ne vdesim që të vi Tean në emisionin. Ne kënaqemi, biles kur ju mërziteni, ne kënaqemi edhe më shumë kur mërziteni. Shumë mërzitoni. Dire thash Tea, e thash mirë. Ja ku po vjen ai, i cili duhet pyetur në këto raste. Por e pyesni ore çalli keni, pse si pyesni këta njerëz, më kemi Tomi Kallanxhin 1 metër e ai sa është shënd si ka. Po është kualitet. Pyete. Pse nuk i pyet? Po. Kjo është një defekt i vogël që ka Tomi. Duke shmangur, Tomi. Jo, ata duhet bënd pasur, Te njëri që thot do t'ja pun 10 fishe. Doppio, triplo edhe quadriplo në një. Vinte Tomi, ku thejnë anë lere. Personazhi i fundit, po jo e fundit, është Ariola Sheri, mike preferuar dhe dashur e Studios Bardhazi. Ajo ka atë sëpatën e vogël. Po, edhe godet atje. Ë? Pa çekic tani. No çekiço. Digital pra, është AI. Është AI. Digital. Kjo është aman regjia një çekiç digital për ne tërkohën. Mirë. AI-a i emisionit, Bardhazi quhet Çekiçi. Po, çekiç. Ata ka diellën e kemi Çekiçin. Jo ChatGPT, po nëse doni. Jo diella, po Çekiçi. Çekiçi. Çekiçi në Stamboll është si exiti jon, domethënë, dalje. Fol me Çekiçin. Fol me Çekiçin. E bukur kjo. Mirë, do flasim për vjedhjet. Ore, ishim duke na vjedh gjithandej, ore. Ç'a bëhet? Piramid. Ka plas vjedhje gjithandej. I grinë ande na divjaka, na lushnja, na Ku tjeri. zhvillohen piramidat, ndërkohë që realisht ekzistojnë në Egjipt piramidat. Po ne të kishim bërë një piramid tamam sa mirë remi bërë vjedhje piramid. Po. More Tomi, të reagoja për këtë gjë dhe gjë nuk ju mësove. Edhe prap. Edhe Në Shqipëri ka një çdo 3-4 vjet ndodh një gjë këtill. Po. E kemi cikle honore, çash? Harroç, si kampionati botror. Ka si kampionati botror. E kanë çdo 4-5 vjet dhe nga një firmë e re piramidale, një është kremi, pastaj është shampoja, pastaj është faqja e internetit, tani është kriptoja. Pastaj Po mirë, kur folëm për këtë gjë ne? Kur folëm që s'u mend këta? Kur? Ta kishin një vit e gjysmë që po investonin aty. A kishin një vit e gjysmë që po rripeshin? Në të vërtet skema, ata nuk blinin as kripto as gjë, ajo thjesht është një që në gjuhën teknike quhet multi-level marketing, që parat e vërteta bëheshin sa veta do sillesh te platforma, jo sa ke investuar te platforma. Sepse investimi vërtet ishte që unë do sjell 5 veta, do shtin nga 1000 euro, dhe unë marrë nga 200 euro nga secili, pastaj këta 5 si solla unë, qofse e sjellin nga 1000 euro, unë marrë nga 100 euro. Varianti shampove që thotë firmë piramidale. Multi-level marketing vetëm SBA është legale. Ju lumë këtyre, po shteti këtu, ku ishte shteti apo pak në gjuhë? Më Faik, ku ishit juve? Ku ishit juve? Ç'bënit juve? Shiko, ata jo më kot kanë gjithë zona periferike, ku kjo lloj skeme faktikisht është jo, shteti nuk është kudo. Duhet të ta marrim edhe këtë pjesë. Pse periferia s'ka shtet? Jo. Në konceptin e përgjithshëm të shtetit, shteti është kudo. Por në konceptin e sigurisë, sigurisht që fuqia e saj vepron më shumë në qendër, ndërsa në periferi është më e zbet. Dhe kjo përfitohet. Ju e keni parë, krimi është më i fortë në periferi, në zona periferike. Korrupsioni është akoma më dominant në zona periferike. Po jo, diskutojmë dhe ka diskutim. Edhe këtë lloj piramidash, edhe këtë lloj mashtrimesh funksionon më mirë në zona ku mundësia që njerëzit të reagojnë shpejt apo institucionet të veprojnë në mënyrë të menjëhershme është më e vogël. Dhe për këtë arsye mund të ketë shkuar edhe një vit, ashtu siç tha dhe Tomi, po mund të ketë edhe më pak ndoshta. Megjithatë, është një lloj. Se nuk je dakord ti e dashur? Një sekondë. Jo, nuk jam dakord me
perifrazimin që bën që nuk është Edhe unë s'jam fort dakord se- periferia ka krim më të fortë se sa qendra. Kjo është evidente, dhe Meri, domethënë shiko, në qendrat urbane, pavarësisht tani po ta marrim me krimin me atentatet apo me krimin e organizuar me zbulua atje, se ajo mund të jetë edhe në Tiranë shumë e zhvilluar, që është. Zakonisht ky është krim intelektual, se kemi të bëjmë me inteligjencë, kemi të bëjmë me shumë veprime të cilat janë shumë të vështirë për të zbuluar. Po shiko, ato të cilët e kanë hartuar këtë lloj programe dhe e kanë futur në veprim, kanë zgjedhur këtë zonë. Pse? Atje interneti pavarësisht se ekziston, por njerëzit njohurinë mbi të i kanë më të ulta se sa në zonat e qendrës. Pra në Tiranë është shumë herë më e vështirë që ti ta përdorësh këtë lloj aplikacioni. Zero, jo të ulta. Po pra, atëherë, prandaj po them që çështjet e sigurisë nuk mund t'i ndajmë vetëm në nivelin e sigurisë konkrete që të flasim për një atentat, për një vrasje, për një krim të organizuar. Shiko, mashtrimit ka ardhur brenda familjes, se tani Teti mamë gjithësisë të vlajt rënë ty. Qënë i gjajt, goca halës. Ajo është gënjeshtër si që shpjegon Tomi. Po jo, shteti duhet mbaj përgjësi ndaj gjithve, që do më thënë se 3 vlaj dhe... Mbaj përgjësi, jo në shrafi vlaj. Ka thirë në kafe dhe të ka thënë, unë futaj 1.000 euro, futi dhe ti, zot ja 5. Shteti nuk është aty. Kur në vërtet vlaj fiton dhe komision nga ty. E kupton? Jo vetëm që fiton dhe komision, por... Pas ka qenë leku i vetëm i fituar. Leku vlaj. Ka të të slekur, Nela, ti ka dhënë nga tjetri që i ka sjell. Dhe gënjeshtra ka qenë zinxhir dhe ne jemi dhe të lezetshëm. Duke besuar gënjeshtrën e parave, bëjmë si sekretarxhi, nuk e ndaj me tjerëve, ti vetëm unë. E di vetëm unë, po ti vetëm mërë 3. Dhe këta 3, 4, 5 kanë rrejt njëri tjetrin, nuk është më çështja e shteti është kur bëhet e madhe. Kur humbi para, kur stopon. Gjoja e mervesh, po s'ka bënde shpitate në lagjetat. Erion, unë kisha për të thënë një gjë shqiptarëve. Shqiptarët janë popull që nuk tregojnë kur bëjnë lek. Dhe nëse dikush tregon që unë po bëj lek, është mashtrim. Ua, vdesin! E di ku e kupton njëri që bën lek? Se tregojnë, shqiptarët po bëjnë lek. Dykët e Floririt. Se ti nuk e kupton? Makinat e shtrejta, vila. Leksa në përdor. Jo, ai... Qysh ishte? Që kanë gjithë me Rolexa këtu. Jo, e ke heqti Rolex. Ku e ke Rolex? Me kam falco. Me Rolexa me kësho, po, e këthëm edhe këngët, në për këngë me Rolexa, me gjëra, me kompleksa. Jo, këtu vdes shqiptari. Sa i që punon e ka halal, avokatja jonë. Çështja është që ai nuk ta tregon si i bëri lekët. Patjetër. Në momentin që ta tregon do të kesh mashtrim, nuk ka rëndësi ti mund të kuptosh shumë gjëra. Mashtrimi zinxhir, Ornela. Ky lloj mashtrimi zinxhir vjen kështu. Ti, motra, vllai dhe ky tjetri, do të gjajës, komshiu. Ti nuk do i thush njeriu. Edhe këtu e bën se të rëndësishme gjë. Se ti do mësellësh 1 ose sa ke. Futu gjitha se do t'i marrë shpejt 5. Dhe ky bën tani që... A bashkë se e mashtrove atë? E mori. E mori. Dhe pastaj i thot... Unë po e vë vete në vendin atij që është mashtruar dhe po mendoj, ore, po ky kaq budall po e themi kështu. Kurse budall, more? Po si mund të fitosh para kur ti nuk ke bë asnjë punë? Ore fukarallik, Edhe ti s'ke të bëthojë pra. Shqiptari nuk ta tregon mënyrën si bën lekët, kur është e vërtet. Kur është mashtrim, hajde thotë se do bëjmë lekë të gjithë. Ti që han këtë mashtrim, duhet ta dish. Ore, ai atje në Divjak. Po çdo të lodhet gjithë ditën duke bë shalqi. Pa i pse lodhet. E me zor merr 100.000 lekë vjetra. E vjen tjetri ndaj këtë lokali kur pijen ato birrën. Atje thot, fut 1 milion se do marrësh 5. Po ti me shalqinin si bëre do 100.000 lekë do bësh 5 milion ti duke i fut ndaj këtë lokali. Ai me shalqinin se rregullon do të jetën e vet, prandaj joshet për të marrë para shpejt.